Dhe jemi këthy te rubrika Magjikeve të vegjël, aty ku marrim dashni, përveç dashnis marrim energji pozitive, fëmijët që vinë, na sjellin atë shpresën se vendi është në duart sigurta. Kur kemi fëmijë kaq të bukur, kaq të mençur, kaq entuziast që luftojnë për ëndrat e tyne. Njëjti kam sot dy fëmijë që i kam të ftuar, janë binjak, janë vëlla e motër, binjak, dhe përveç që nuk përngjajnë me njëri tjetrin me i pa në fiziologji, ata kanë shumë të përbashkëta. E dojnë muzikën, e dojnë shkrimin, e dojnë sportin. Domethënë nuk duhet i gjykojmë pse nuk përngjajnë fizikisht. Ata shpirtërisht kanë shumë të përbashkëta. Dhe këto po e bëjnë bashkë në vazhdimsi. Natyrisht, falë për krajes së prindërve dhe mësimdhënësve. Është Ermira dhe Ermirama. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit shumë që keni ardhur. Faleminderit për ftesën dhe mirë se ju gjetëm. Shumë faleminderit, shpirt. Unë kur ju pash, njerë nuk e dita që jeni vëlla e motër, e le ma që jeni edhe binjak. Mandej e kuptova, sepse nuk përngjani, a ju thonë kështu edhe në shkollë? Po. Nuk përngjani shumë me njëri tjetrën. Ki sytë më të bukur në botë, Ermirë, për ndryshe. Faleminderit. Ju jeni në klasën e 11, po? Po. Bashk përveç shkollës, përveç mësimit, ju keni shumë aktivitete që ndjekni bashk. A jeni në bank, me një bank në shkollë? A i keni ndonë? Ti me shok, jo me shoqe. A i keni ndru? Cila lëndë ju pëlqen më shumë të në shkollë? Mua më pëlqen më shumë arti. Ty, Ermira? Mua më pëlqen lënda e gjuhës, gjuha amtore, sepse aty mësojmë shumë tema të ndryshme dhe tregime shumë interesante. O, sa mirë. E artit pëlqen në përgjithësi vetë muzika, apo në përgjithësi edhe arti, piktura? Arte, pikturat, muzika dhe të gjitha lëndët, por më shumë arti. Ma shumë arti. Mu mami ju im ka të regu që ju i keni të botuar 2 libra që i keni shkru bashk. Libri i parë është kjo, apo? Gjenit e vegjël. Në klasën e... Dytë. Në klasën e 2. Ju ta qeni në klasën e 5, apo? Po. Klasën e 2 e keni shkru këtë libër. A mundesh, hajde Ermira, të regam qka përmban kë libër? Kë libër përmban virsha, i kemi cikur disa tema që ne na pëlqejnë, disa festa, dhe paka shumë disa teme që ne i hasim në jetën e përditshme. Ermir, a i keni nda sa virsha ti, sa motra, apo bashkë e shkruni edhe virshën? Për shambull, 8 marsin, a ke shkru ti apo Ermira? 8 marsin e kam shkruajtur unë. Po? Dhe i kemi ndarë 15 unë, kurse 15 Ermira. Po, okej. Për shembull, këtu po e shoh një poezi, familja, nuk e di cili e ka shkru? Ermira. Ermira. Motra, vllau, mami, babi, që jetojnë në një shtëpi, plot gëzim me lumturi, plasin qeshin e punojnë, njëri tjetrin e ndihmojnë, që të gjithë një emër kanë, një familje ata janë. Këta je motivu prej familjes tënde, po besoj. A keni vllazën e motra tjera? Jo. Ju jeni vetëm ju 2. Këtu po shoh edhe poezitë të ndryshme që janë për shokun, për nanën, për shkollën, për librin. A ka qenë kjo dëshira juaj që në kohën e lirë keni shkru? Kush ju ka motivu? Çka ju ka bë juve m'ja nis me shkru? Çka natyra, Ermir, çka të motivon ty me shkru? Mua më motivon që të shkruaj jeta ime e përditshme, se çfarë bëj. Do me thënë ka ngjarje reale këtu në libër. Ty, Ermira? Po mua më motivon më shumë natyra, sepse ka lule, flutura dhe shumë vende të bukura në natyrë. Okej. Librin e dytë kur e keni botu? Në klasën e 4. Klasën e 4. Është Zëri i tregimeve magjike. Pse është ky titull? Sepse këto tregimet tona janë si magjike, të gjitha tregimet janë magjike, janë interesante dhe këto kur ti lexosh të duket sikur ka zë. Ka zë. Zëri i tregimeve magjike. Okej. Për shembull djali i fshatit, a është ngjarje e vërtet? Një tregim këtë? A i keni shpik? Po, është ngjarje e vërtet sepse shumë djemë jetojnë në fshat, disa në qytete. Okej. Dhe është ngjarje reale. Ngjarje reale. Fotografita janë reale, a janë njerëz që i njihni këtu në libër që i keni postuar? Jo, por i kemi marrë. Okej. Aja çka po m'lën për shtypje janë shkrimet të shkurta, por kanë mesazhe shumë të mëdha. Për shembull, çfarë don ti përmes shkrimeve tua me ja përcjell shokëve dhe shoqeve tua? Që
që ata ose ato të mësojnë dhe ta zhvillojnë mendjen, ta mbushin atë me plot dituri dhe të bëjnë të mençur. Ermira, te? Apo për me shkrimet e mia, unë duhet t'ju tregoj shokëve dhe shoqeve që ata duhet të mësojnë dhe t'i ndjekin gjithmonë ëndrat e tyre. Çfarë komenti ju ka dhënë mësuesja juaj, për shembull, kur e ka pa librin e parë dhe dytë, çfarë ju ka thënë? Po, na ka thënë jeni shumë të zgjuar, të mirë, dini të shkruani shumë mirë, kësi komente të bukura dhe pak si nxite se na këto komente na kanë nxitur që edhe të shënojmë dhe ta bëjmë edhe librin e dytë. Bravo. Ermira, jeni të menu për librin e tretë? Ne sapo kemi përfunduar librin e dytë, por ndoshta mund ta botojmë edhe të tretën. Edhe të tretën. Në ndërkohë, ju të dytë mireni edhe me muzikë. A ju pëlqen shumë muzika? Po, Kush të pëlqen pi këngëtarëve, Ermir, ty, ose këngëtareve? mua më pëlqen më shumë pejkër këngëtarëve Ilir Shaqiri. E ty, Ermira? Mua më pëlqen më shumë për këngëtarëve Leonora Jakupi. Okej, të dy janë këngëtarë shumë të mirë, shumë të mdhenjë, kanë një zon fantastike dhe kanë këngë shumë të mira. A i këndon ju këngë të ty në kohën e lirë? Unë po, Cila këngë e lirit të pëlqen ty, Ermir? sot ka fest Kosova. E ty, Ermira, cila këngë e Leonorës të pëlqen? Liria ka emër. A guxojmë ju shtimi kënu refrenin e këtyre dy këngëve, Ermir te i pari? Unë refrenin... Ose njënën këngë prej Ilir Shaqirit? Okej. Cilën? O, sot ka fest Kosova, çliri madh në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, çliri madh në zemrat tona. Ermira, a do me kënu një këngë të Leonorës te? Po. Cilën? Kjo liri e ka një emër, që e kemi gjithë në zemër, çlirimtar o për atë dhe për Kosovë ju keni le. Luçkat e vogla, sa të mirë jeni. Ju i keni edhe këngë të juja, po? Po. Sa këngë i keni? Ne kemi 7 këngë, të 8 jemi duke punuar. Të 8 jeni duke punuar, a i keni gjitha bashkë? Po, por një e ka vetëm Ermira. Cila është ajo që e ki vetë? Kënga që e kam vetëm unë quhet Një qershori. Për ditën e fëmijëve, edhe një poezi ishte këtë për ditën e fëmijëve. Ka që shumë pikush të në rëndësi ditës të fëmijëve edhe pas ke shkru edhe pas ke kriju këngë. Çka është për ty një qershori, Ermira? Po, Një qershori për mu është një ditë e lirë që fëmijët mund të dalin, të këndojnë, të kërcejnë, të argëtohen dhe kjo ditë ju kushtohet fëmijëve në mbar botën. Bravo. Ermir, për ty një qershori çka do me thonë? Për mua një qershori do të thotë që është një ditë që i kushtohet fëmijëve. Në atë ditë ne mund të bëjmë çfarë të duam dhe ne gëzojmë këtë festë sepse jemi fëmijë. Aha, okej. Këngë që i keni bashkë, të dyja janë këngë të cilat kanë mesazhe të ndryshme. Tekstet a i shkruani vetë a u shkruan dikush? Jo, ne tekstet i shkruajmë vetë. Të gjitha këngëve? Jo të gjithave, këtë këngën e re që ne po e punojmë, e shkruajmë, e kemi shkruajtur vetë, Aha, por okej. këngët e tjera na ka shkruajtur mësuesi ju i dashur, Flamur Semetishti. Që e përshëndesim shumë se ka kriju dy fëmijë dhe dy nxënës kaq të mrekullueshëm bashkë me prindrit e juaj. Mbrapa po shohim këngën e 7 që e keni bashkë, që i dedikohet bullizimit, apo? Po. Tekstin kush e ka shkruar? Mësuesi Flamur, apo? Çfarë mesazhi kjo këngë apo më tregoni të dytë? Kjo kënga e ka mesazhin që fëmijët të mësojnë mos të bullizojnë dhe të jenë, t'i trajtojnë të gjithë njëjtë. A bullizohen shumë në shkollë fëmijët? A ke pas raste që ke pa, Ermir? Nuk kam pas raste që të shoh, por kam pasur vetëm një herë. Çfarë ju kishe thënë ti fëmijëve që bullizojnë? Unë do t'i kisha thënë që të mos bullizojnë, sepse bullizimi është një gjë shumë e keqe. E çfarë ju kishe thënë atyne që janë bullizu, mos mu dorëzu? Që të mos dorëzohen, që të mos të çojnë, që të mos dobësohen, por vetëm të kenë besim te vetja dhe të jenë të lumtur. Ti, Ermira, çfarë ju kishe thënë atyne që bullizojnë? Atyne që bullizojnë ju kisha thënë që ndaloni bullizimin sepse nuk është mirë të bullizosh
dhe atyne që janë bullizu, do t'i kisha thënë të vazhdojnë përpara dhe të mos ndalojnë në asnjë moment. Bravo, bre shpirta. A kisha mujt me një refrenin e këngës për bullizimin që e keni bashkë që e kënane? Okej. Që po e shohim këto mrapa, po du prej juve me një live. Okej. Mos luaj me mua, si të jem një lodër, e jam për qafo, si të më kesh motër. Jo mos bullizo, as urrejtje s'ka, e jam për qafo, si të më kesh vëlla. Këto këngë keni marrë pjesë në për festivalet të ndryshme, këto po i shohim edhe disa mirënjohjeve dhe çmimeve që keni marrë. Ku keni marrë pjesë me këngë të juaja? Ne kemi marrë pjesë në festivalin Lipjani Këndën, Qetër? Diamond Fest, Fëmijët e Gëzuar, Po. Flutërat në Prizren dhe shumë të tjerë. Ermira, ka emocionet të mëdhaja kur merrni pjesë në këto festivale, këto gara? E po në fillim, kur sapo kemi filluar të këndojmë, kemi pasur pak emocione, sepse ka qenë hera e parë, për tani jemi mësuar duke kënduar dhe nuk kemi emocione. Nuk keni më emocione, edhe s'keni nevojë me pas, sepse jeni të bukur, jeni të mirë, jeni të mençëm, jeni punëtor. Emocionet s'kan vend te ju, vetëm shfaqeni talentin e juaj, okay? Kur ta qit një këngën e tetë që është duke u punuar, am premtoni që keni marrë me këndu prap? Po, Në rregull. Edhe librin e tretë, kur ta qitni, okay? okej. Këto keni me arte familja jonë edhe me i tregu të gjitha sukseset e juja. Unë ju falenderoj shumë që keni qenë sot, edhe uroj shumë me pas suksese, edhe më su ndalni asnjëherë, vazhdoni kështu si vëlla e motër, me punu bashkë për ëndrat e juja. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit juve. Dashur miq, kemi pas kështu bashkë Ermira dhe Ermira Rama, dy fëmijë që janë vëlla e motër, që janë binjak, e që punojnë shumë bashkë për ëndrat e tyne, që natyrisht duhet me i përgëzu prindrit dhe mësuesit e tyne që i kanë motivu për mësë me udhëzu prej ëndrave tyne. Ky është edhe materiali i fundit për sot. Unë ju lë takim të dielën e ardhshme në ora 16 në televizionin Kanal 8. Ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 8 me programet e kolegëve tanë. Në ndërkohë 24/7 familja ju në të gjitha rrjetet sociale mund të na ndihni për gjitha materialet. Mirëmbëjtje.